Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës, por kësaj radhe do I hapim letrat një çik më ndryshe. Po fillojmë të dashur Gafor me një letër të shkëlqyer. Uroj të vazhdon kështu, po vazhdojmë me një akoma të shkëlqyer dhe uroj vërtet absolutisht një lexim I përkryer dhe uroj që ky lexim të përshtatet me të gjithë. Të dashurit e mi Gafore, se po më qortojnë ca shikues apo ndjekës pse po them Gaforë. Gaforja, Gafore, si të doni. Ndonjëherë dhe mua më është pjekur në kokë ta them ashtu, Gafor. Ta më falni për këtë, po që jam pëlqen ta them Gafor. Të dashur Gaforën, dielli. Dielli është vetjeta, dhe dielli është letra më pozitive nga 78 që ka ky grup këtu. Dhe jo më kot e kam dhe logon, që është dielli. Ja shikoni, ja këtu. Logon e kanalit, vetjeta të dashur, lumturi, harmoni, gëzim, prosperitet, martesë absolutisht, por më e bukura nga gjithat është sikur t'i hap syt dikush me dorë. Si themi, ama si Zoti, ndodhi sikur Zoti më japi syt, themi kështu. Prandaj, një ndriqim, ti shikoni gjërat qartë, sikur do mund të skanoni gjërat, ti skanoni dhe ti kuptoni. Dhe kjo është një dhënti goxha e bukur, apo jo? Në një situatë qartësi të madhe, në një situatë çfarëdo që të jetë do jetë vërtet e bukur, por akoma më e bukur është 10 të kupës. Të dashur Gafor, mund të jetë një dashuri e re, mund të jetë një punë e re, mund të jetë, por më shumë më thotë në përgjithësi, nga që po shkruaj dhe letra tjera, në komplet në disa lamin në jetën e juaj. Do thot 10 të kupës është një letër që thot ëndra të realizuara, që thot përmbushje në kuptimin e plot të fjalës, por thot është më shumë se që keni pretenduar, është më shumë se që keni dëshiruar të dashur Gafor. Pra, 10 të kupës është më shumë se ajo. Çfarë po dëshironi në fakt? Dhe na del këtu vdekja dhe guximi apo triumfi në mënyrë. Vdekja do të thotë, shikoni, është duke lulëzuar me një orhide këtu, të dashur, vdekja nuk është gjë tjetër përveç rilindjes në tarot. Rilindje, një Gafore re, një jetë të re, një punë të re, një dashuri të re, që do ju bëj vërtet të ndiheni super të lumtur, do t'jeni vërtet të realizuar. Dhe kjo vdekje do bëj jo vetëm që do ndryshoj ato çfarë jeni duke dëshiruar, por dhe shumë gjëra tjera rrugës, nga që kjo vdekje do ju bëj juve sikur një person të ri, të mendoni, të ndërveproni, të dëshironi, ndryshe asaj çfarë keni dëshiruar deri sot. Dhe strength apo guximi apo forca është triumf mbi këtë situatë të vështirë, të ndejur, të gjatë, çfarëdo që ka qenë. Prandaj dhe kjo vdekje sikur po ndryshon me dorë diçka, dhe këtu sikur po ju hap syt diçka, çdo gjë sikur po vete në favorin e juaj. 2 të monedhës, të dashur, do jeni pak të zënë me shumë gjëra, të zënë në kuptimin e asaj, gjithë këto ndryshime po ndodhin, infinity, që është deri në pafundësi, gjithë këto ndryshime po ndodhin, nuk do jetë lehtë të t'i menaxhojmë të gjitha, po edhe kjo, të se prita, me një farë mënyrë kështu sikur çdo gjë në shumë lëmine, apo në shumë pjesë të jetës së juaj do ndodhin ndryshime, dhe ndryshime të bukura absolutisht, dhe do jetë paksa e vështirë t'i menaxhoni. Dhe 4 të shpatës, shikoni, e lodhur, e raskapitur. Ta keni të qartë se dhe nga
të mirat lodhemi nga që janë shumë, njëra pas tjetrës do ndodhin. Prandaj uroj që ky lexim të dashur vërtet të jetë për shumicën nga ju gafor, ndryshime të mëdha në jetën e juaj, por nga ato më të bukurat, qofshin ato për çfarëdo që të jenë dëshira juaj.